Kujdo t'ja merrte mendja se vetëm duke ngrënë hithra çdo ditë do të trajtonit këto tre probleme. Hithra është përdorur prej mijëra vitesh fal aftësive të saj kuruese dhe më pas u përhap në të gjithë botën. Ajo përmban kripra minerale të tilla si vitaminat dhe substancat kimike që rregullojnë edhe parametrat në organizëm. Hithra është si një rregullator i përgjithshëm, i cili gjendrave të endokrinës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të mëlçis, shpretkës, pankrasit dhe të tjera u jep energji. Muskujve u çliron gjithashtu ngërçet dhe gjithashtu e rrit hormonin e kënaqësisë në organizëm. Ndaj konsumi i tyre në dietën tuaj ditore mund të luajë një rol fantastik në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Më specifikisht çaji i hithrës pastron të gjithë sistemin imunitar. Gjithashtu ai është tejet funksional edhe kundër alergjive të shumta. Sipas gojëdhënave në të kaluarën, ka pasur njerëz që kishin alergji të shumta dhe nuk e dinin nga u vinte. Ata thjesht përdorin çajin e hithrës pa e ditur se pas disa javësh lehtësuan problemet e alergjive të ndryshme, citojnë ekspertët. Përdorimi i kësaj bime gjatë periudhës së pranverës dhe të verës mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve. Këshillohet që gjatë kësaj kohe të konsumohet sa më shpesh bima e hithrës, në formë sallate ose e gatuar në supë ose në byrek. Gjithashtu mund të pini deri në 3 gota çaj në ditë nga kjo bimë, në varësi të gjendjes suaj shëndetësore. Kjo bimë ndihmon gjithashtu edhe kundër problemeve që shfaqen sidomos edhe në organizmin tuaj, sidomos ato të mëlçisë dhe në prodhimin e lëngut të tëmthit. Për këtë qëllim, mjekët vazhdimisht këshillojnë që të pihet një lugë nga çaji i hithrës çdo ditë, kështu efektet e tyre do të jenë të menjëhershme. Është mirë që ajo të pihet herë në mëngjes për të dhënë efektet e duhura në organizëm. Një ndihmë të madhe u ka dhënë edhe të gjitha ata persona të cilat kanë probleme me veshkat. Gjyshet tona e përdorin hithrën kundër zbogthit. Hithra, krahasuar me spinaqin, është 10 deri në 30% herë më e fuqishme. Gjithashtu mundet të ndalojë mykun dhe gjithashtu të mbajë larg problemet e organizmit. Hithra mund të haset buzë rrugëve, në rrëzët të mureve ose kudo që ka lagështi. Hithra përmban nivele të mira të vitaminës A, të vitaminës B, vitaminës C, hekurit, magnezit dhe kalciumit. Një përfitim i hithrës është se përdoren në rrënjët, kërcelli, gjethet dhe farat e saj. Gjethet këputen nga kërcelli në muajin prill qershor dhe kur hapen lulet, ajo thahet në vend me hije dhe me ajër dhe më pas coptëzohet në pjesë më të vogla. Rrënjët e hithrave mund të shkulen në pranverë ose në vjesht. Ato lajnë dhe lihen të thahen në vend me hije. Rrënjët e thata më pas thërmohen dhe konservohen nëpër kavanoza. Nëse hithrën nuk keni ku ta gjeni nëpër ambiente natyrale, atë mund ta blini edhe të freskët në tregjet e frutave dhe zarzavateve, kurse farat e tyre mund t'i blini gjithashtu edhe në dyqane ku shiten gjithashtu edhe erëzat. Hithra, sidomos në kuzhinën e Egjeut, përdoret edhe në sallata. Nëse doni një sallatë të tillë në fillim, hithrën e zjeni pak, pastaj në një enë shtoni kos, hudhër dhe shtoni gjithashtu edhe pak vaj ulliri. Kjo është një sallatë shumë e shijshme që mund të përfitoni nga konsumi i hithrave. Ndërkaq, hithrën mund ta gatuani njësoj si spinaqi. Gjithashtu kjo është një sallatë e shijshme që mund të bëhet gjellë dhe byrek dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i hithrave në menun tuaj ditore do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse hithrën dëshironi ta konsumoni si çaj, atëherë keni 2 alternativa ta përdorni atë. Ju mundeni ta konsumoni çaj rrënjën ose gjithashtu farat e hithrës.
Kur përdoret çaj për përgatitjen nga rrënja, ju duhet një lugë çaj me hithra të thermuara, gjithashtu i zjeni në zjarr të ulët në një xhezve me ujë të ftohtë dhe pasi të jenë në zjerë për 4 deri në 5 minuta, i lini për 5 deri në 10 minuta së bashku, edhe më pas e kulloni edhe e konsumoni. Ndërsa çajin e farave përgatiteni në këtë formë. Ju duhet një lugë fara hithre, shtypini pak dhe vlojeni në ujë të nxehtë për 8 deri në 10 minuta. Mbulojeni enën me kapak dhe çajin e pini pasi ta keni kulluar atë. Kështu përfitimet që do të merrni prej tyre do të luajnë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Hithra është një nga bimët më të mira të sezonit. Është një bimë e egër barishtore që në kërcellin dhe gjethet e saj të dhëmbëzuara ka një pushë të imët që djeg, që mund të përdoret gjithashtu si bimë mjekësore ose edhe për ushqime dhe në çaj. Të gjithë ne shqiptarët e njohim këtë bimë dhe e përdorim atë sipas preferencës sonë. Edhe më herët hithrat janë përdorur për të lehtësuar probleme shëndetësore. Megjithatë, deri më tani ekspertët tregojnë se ajo është efikase në lehtësimin e një sër komplikacionesh, por duhet të përdoret gjithmonë në kujdes dhe gjithashtu pa e tepruar. Pas studimeve është konkluduar se hithra përmban përbërës që mund të ulin inflamacionin, mund të gatuhen si sallata me vaj ose limon, në byrek ose në supa dhe në salca të shijshme për të shoqëruar mishin ose peshkun, dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë të mahniqme në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Hithra është një bimë që mund të japë shumë përfitime në dobi të shëndetit. Përdorimi i saj me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një mburojë e mirë e organizmit. Mos anashkaloni pa bërë ndonjë ushqim, çaj ose pije ose maska të freskëta me hithra. Hithra është e pasur me hekur, kalium, magnez, vitaminën A, B, E, D dhe K, citon Wellnet. Ky kombinim sigurisht që do ju jap fuqi dhe ndihmon kundër lodhjes pranverore. Konsumojeni atë gjithashtu në rastin kur keni probleme të menstruale ose probleme me stomakun. Çaji i hithrës pa problem mund të zvendësojë gjithashtu edhe kafen e mëngjesit. Kjo pije konsumohet edhe për detoksifikimin e organizmit si dhe për dobësinë. Nëse vendosni më shumë hithra në menun tuaj të përditshme, atëherë do të fitoni një pamje më të freskët. Hithra është efikase për anemin, qarkullimin e dobët të gjakut, diarren, astmën, probleme të ndryshme të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra është shumë e dobishme. Në përditshmërinë tuaj mund të jap gjithashtu lehtësim të ndryshëm. Hithra ka efekte të dobishme nëse vuani nga ekzemat, dhimbjet e kokës, reumatizma dhe artriti. Përveç kësaj, fletët e hithrës, të cilat mund të përdoren në forma të ndryshme, mund të japin rezultate fal elementeve ushqyes të tyre. Në mjekësinë popullore, hithra konsiderohet se forcon gjakun, kështu që përdoret edhe në rast të mungesës së energjisë dhe lodhjes së shpejtë. Hithra përmban shumë vitamina dhe minerale, prandaj disa herbalistë e konsiderojnë atë një kompleks natyral me multivitamina, të cilat mund t'i japin mineralet e duhura. Kjo është një arsye pse kjo bimë e çmuar përdoret në rastin e rënies së flokut dhe të zbokthit, në formën e shampos ose tinkturës për fërkimin e rënies së flokut, por edhe si çaj dhe tretësirë që përdoret në brendësi. Rrënjët e flokut janë gjithashtu edhe të ndikuara nga faktorët që shkaktojnë rënien e tyre, kryesisht edhe për shkak të anemisë. Kështu që hithra është e pasur me hekur dhe ndihmon në zgjidhjen e këtij shkaku duke forcuar flokun tuaj. Përveç hekurit, hithra përmban gjithashtu acid salicilik. Silici është një element i domosdoshëm për të pasur flok të shëndetshëm dhe gjithashtu më të fortë. Prandaj përdorimi i tyre në përditshmërinë tuaj mund të japë rezultate fantastike. Hithra përdoret gjithashtu edhe në rastet e problemeve të gastritit, problemeve të frymëmarrjes dhe rënies së imunitetit, citon Healthline. Hithra mund të stimulojë në mënyrë të mirë punën e organeve të tretjes, në sekretimin gjithashtu të gjendrave gastrike, në punën e mëlçisë, tëmthit, shpretkës dhe pankreasit. Kombinohet për rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak.
Gjithashtu besohet se ajo zvogëlon kolesterolin e keq dhe zvogëlon gjithashtu tendencën për probleme menstruale dhe probleme nga undët. Përdorimi i saj me kujdes dhe në formë natyrale mund t'jap shumë përfitime. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.